Politika dhe morali ja shkojnë këto të dyja bashkë. E them shpesh se në rast se politika nuk ka moral, duhet ketë seriozitet. Por rasti i Shqipërisë është krejt e kundërta. Nëse do të ndjekësh një seancë parlamentare sot, nuk do të ndryshonte as pak nga seancat parlamentare të 4, 8 apo 12 viteve të shkuara, ndoshta të njëjtat fytyra, të njëjtat veprime, dhe pse jo të njëjtat fjalime, por fjalimet mungojnë se atyre ja ka zënë vendin se kush bërtet më shumë për t'i rënë në sy kryetarit. Fjalime ka pak ose as pak, se vendin e tyre ja kanë zënë goditjet e tavolinave apo gjuajtja e kushtetutës në ajër. Edhe kur janë ato pak fjalime, janë pa thel, pa mendim, dhe pa lëndën e parë që janë hallet dhe problemet e qytetarëve. Ka fjalime, si për shembull, për rregulloren e kuvendit apo Edi Rama ma lëpiu gjalpin. Parlamenti pra është kthyer në një tatuazh të mërzitshëm dhe qytetarëve nuk ja tërheq fare vëmendjen, as gërthitja, as shtyrja dhe as thashethemi. Ata e kanë mendjen gjetiu, mjafton të bisedosh me ta. Qeveria është kthyer në një mutacion që nuk dëgjon por vetëm grabit, nuk sheh, por vetëm glabëron, nuk përgjigjet, por vetëm kafshon edhe thërrimet e fundit të pambrojturve. Kryeministri është kthyer në një legibus solutus, i pa lidhur dhe i pa kushzuar nga ligji. Pra, ajo që i pëlqen atij ka fuqinë e ligjit, një piktor që qeveris me shije dhe nuk e çan kokën, sepse mandatet e treta e kthejnë kryeministrin në përbindësh. Imagjinoni mandatet e katërta, sidomos në një vend me demokraturë siç është Shqipëria. Një kukull e Sorosit që arroganca i buron nga tejngopja e një pushteti që i përngjan më shumë derrave të nginjur. Po opozita. Njerëzit ndahen në 3 kategori, por bindja ime është edhe për opozitat. Të parët janë ata që merren me thashetheme. Të dytët janë ata që merren me koment të ngjarjeve, ndërsa të tretët janë ata që merret me idetë. Opozita nuk është tek rasti i tretë. Opozita duhet prodhoj politikë dhe ta udhëheq ajo politikën. Pra të merret me idetë, jo të shkoj pas halucinacioneve të kryeministrit, sepse politika është lëvizja permanente e ideve, nuk mund të ketë politikë pa ide të reja. Por politikën nuk mund ta udhëheqin humbësit kronik, qibanët, tulifar, xhaketash të vjetra apo xhaketash të kthyera, njerëz që kanë hyrë në parlament jo nga dera, por nga dritarja, apo janë qoka e radhës, pseudoteknicien, ekspert të asgjës, apo njerëz pa pikë lidhje me realitetin. Këto kohë kërkojnë luftar, qëndrestar, njerëz që i kanë shërbyer opozitës në çdo kohë dhe në çdo vend. Jo kohë për skemaxhin të minutës fundit, për të marrë llokmën e radhës, një sëmundje e vjetër kjo dhe e pashërueshme e opozitës. Të tjerë punojnë dhe të tjerë marrin benefite. Duhen pra njerëz të virtytshëm që besojnë dhe i shkojnë deri në fund me këmbgulje. A ka të tillë? Sigurisht që po, por ata janë lënë hije dhe askush nuk mban përgjegjësi. Thonë se politika është biznesi më fitimprurës, prandaj pyetja ime sot është, a ka opozitar që bëjnë biznes me qeverinë pas kuintave? Por opozita duhet ketë moral. Moral do të thotë të mos bësh biznes me qeverinë, por të bësh pak me qytetarin. Të flasësh të vërtetën sepse e vërteta do na çliroj. Të mos i servilosemi të pasurve dhe kur flasim me të varfrit, të mos i shkojmë atyre me Range Rover apo Dolce Gabbana. Jo, nuk po flas si populist, sepse nuk jam një i tillë. Na kanë qelbur pseudo të rinjt në politikë me fjalë boshe, ju doli tymi dhe atyre. Po flas për kauza, për moral, për seriozitet. Politika është instrumenti që i ndryshon gjërat. Të mos e përdorim pra politikën për të mbaruar punët tona dhe të fisit, por si një armë që të rrëzojmë kundërshtarin dhe të qeverisim më mirë për të ndryshuar Shqipërinë. Shqiptarët po ikin nga sytë këmbët, se mendojnë se jemi bashkë pozit dhe opozit, dhe kjo nuk është karameli e radhës, por një ide e ngulitur thellë në mendje. Nëse vazhdojmë kështu, nuk do të mbetemi më shumë se 1 milion banor. Prandaj duhet ndryshim, dhe jo ndryshim si slogan i radhës, por si një beslidhje me qytetarët dhe kundër kulisave.